Emocionet janë ngjitse. Njerëzit ndikohen nga emocionet e njëri tjetrit më shumë se sa e kuptojnë. Kur dikush hyn në dhomë me stres, nervozizëm apo negativitet, atmosfera ndryshon menjëherë. Edhe pa folur shumë, energjia kalon te të tjerët. E njëjta gjë ndodhe me qetësinë, buzëqeshjen dhe pozitivitetin. Një person I qetë mund të ulë tensionin e gjithë ambientit. Truri I njeriut kopjon emocione në mënyrë të pavetdijshme. Prandaj shpesh fillon të ndihesh keq pranë dikujt të lodhur emocionalisht, ose më mirë pranë dikujt që t'i jep qetësi. Kjo është arsyeja pse ambienti dhe njerëzit që kemi pranë ndikojnë shumë te shëndeti ynë mendor. Nëse kalon shumë kohë me njerëz negativ, anksioz apo toksik, gradualisht fillon të mbash edhe ti peshën e emocioneve të tyre. Dhe ndonjëherë, lodhja që ndjen nuk vjen vetëm nga problemet e tua, por nga energjia emocionale që ke marrë nga të tjerët çdo ditë. Prandaj është e rëndësishme të zgjedhësh me kujdes njerëzit që të rrethojnë. Sepse emocionet përhapen dhe njeriu pa e kuptuar bëhet pasqyrë e ambientit ku jeton.